Teuta Halili është me neve në studio kombëtar. Po çfarë muzikë është krijuar dikur, thotë, do të mundim ne që sot në këtë kohë të këndojmë sur këta dikur. Po këndojmë neve time personale me kënaqësi. Me kënaqësi. Me vërtet ka qenë muzikë shumë e bukur, shumë e pastër. Çfarë zo basketi kështu, Veç pak më afër mikrofonit, unë të kisha dëgjuar më mirë. Dashur zëri të shumë i njohur për publikun, ti shumë vite ke punuar në të shtatë në televizion. Po. Aty me lajme, kënej ka muzika, aty shumë serioze, kënej me argëtuese. E vërtet, ka qenë që kjo lloj tabuje që në fillim ka ditë me qenë pak problem, po mas nej jo mësu dhe publiku me këtë tranzicion, po si do qoftë e përballueshme. E pse u largove prej televizionit, prej lajmeve? E se unë menorën sa mirë, vazhdojmë njëtin e vazë, që 20 ca vjetë. 23, u plakëm. Unë gati 3 vjetë, që 23-24. Po, fmi kemi nisë. Në fillimet e mia si pjesë e medjave, ka pas shumë tjerë me përvojë shumë atë madhe se unë, edhe që ka ditë me ngecë që kjo fjali me mu, se mos ne kanë qenë shumë qartë në qëtë mesazhin që ma kanë thonë që njëherë kur futesh brenda, pa mërë parasysh sa kohë kalon, është probleme u largu prej saj. Nasu largu mas njerë. Kështu që nuk muj me thonë binë shumë që jam largu nga televizioni, ka qenë vesh një pauzë shkurtër, pak më shumë një fokus te pjesa muzikës. Nuk je futur akoma në atë rrethin vicios, se kur futesh brenda ti është që ke vështirë me dal dikur, është vështirë me dal. Por që si e futur tamam, kujt në të ardhmen, ndoshta muzika dza hapësirën kështu. Të këti produksioni alternativë ose thjesht që ki pas pasion dikur, për punuar në radio dhe në TV. Fiksisht është e pasioni. Ko gjatë ke qëndru në televizion? Po, ka qenë do. Tash me krahasu me shumë njerë që veç mëna e kanë përjetu dhe plakje në televizion, nuk të veritë ndoshta shumë, po për periudhën temë, të kohës temë që kam qenë shumë e re kur kam fillu, kështu që janë ko gjatë do vitet bukra. Veshte e ke ftyrën shumë të bukur është gjëna mos me dalë në ekran. Të lutem. Sa i drejt për drejt është një kompliment e gënora, shumë kështu. Është mega kompliment kur vjen sidomos nga ftyra e saj. S'kam çka me bë, kjo është e vërteta, do të thonë ajo është shumë e bukur. Jo, të ndjej privilegjuar si e këtë. Shumë faleminderit. A ke pas ndje mirë veten lajme? Dallë njerë sepse jo vërtet unë jam shumë i lumtur që jam në mesin e këtyre. Pash, ndjeu privilegjum. Po, sa i përket edhe njerë pyetjen. Si ti çka ke? Që ishin dhe lajme, ishte një pyetje për lajme. A ke ndjer veten mirë? A ke ndjer lajmeve? Që të kishim pas pyetje të shkruar me më mirë. Nuk po gënjej. Pjesa fillimit ka qenë jashtëzakonisht stresuese. Është ai presioni të nis live drejt për drejt gjithçka, është serioziteti. Mirë po, nuk e di kjo pjesa stresit prap po e citoj, ka pas shumë njerëz që ndoshta edhe kom ditë me i marr këshillat e duhura, se unë në fillimet e mia kom kom prit pikën, targetin në karrierë ku largohet stresi komplet. Mas ne me kohën e kuptova që nuk largohet edhe faktikisht është gjëja më e bukur që duhet të qenë. Gjithmonë përsjell. Fiks, gjithë ka më qenë prezent, krejt çka ndodh gjatë asaj kohe është menaxhimi i tij. Kontrolla e tij. Kjo vjen në përvojë. Nëse bën ai gabim, a ke po kanë janë lajme që ti ndjen që s'ka e kontrollon veten, ajo ti ndjen veten keq pse s'e kontrollon. Këtë lajmi të shkojnë keq mandej. Unë kujtoj që nuk është stres, është një lloj ngarkese, sepse kjo ngarkesë kur bien ndesh me ty duke tregu personalizëm para mikrofonit, para kamerës, atëherë është ky lloj sfide që gjithmonë kur i kemi këtë përpara, duam ta tejkalojmë dhe prandaj trupi ka jetë në lëvizje ti mundohesh me çajo përgjithësia, emocione, ato filtrat brenda që lloj far treme, lloj far tute, kështu diçka. Ama është do më ndjenja të bukura. Atë kujtohet në gabim që e ke pas bën lajme. Shumë. Unë kam një mote, kam një. Kajt më shumë ka qenë. Mos e përmend se unë Ka gabime. Është apo më është e natyrshme, se edhe këtu në fillimet e mia kam menduar që po e ke po dela ke pa veç del. Po edhe në fillimet e mia kam menduar që është me patjetër që mos më qenë kështu perfekte dhe pa gabueshme. Po me kohën mësova që është opozita saj. Ndoshta edhe për publikun je më afërt kur je pak më e natyrshme. Gabimet janë për njerëz, kështu që Te utam kujtohet në fillet e para me njerë pas luftës unë dhe kolegja Silvana Bardhi, është zotënce Berishës, atje ishte
Në Tiranë I thoj unë kujdes Silvana Bre, se po I hanë shumë shkon unë. I këtë Eles Bibera të ki bën gabime në zërën Amerikë se unë këto. Shumë saktë. E tash të uta prej lajmeve ka në festivalin e këngës. Ti se ke studiu muzikën, ti është e dënë pasionin ndaj muzikës. Ti më ka pëlqyer, ndoshta më thonë që më ka pëlqyer edhe para përfundimit të lajme, kështu më ka pëlqyer edhe si e vogël. Performanca, skena, gjitha ndjenja që dhe me t'i dhonë muzika. E kom vazhdu si hobi, mas nej që të vitin e pauzës, tash okej, ta vazhdojmë pak më thjesht për qef. Ma me seriozitet kështu. Edhe ky seriozitet ka ardhur në shprehje në edicionin e 3 të festivalit e këngës në RTK. Juve ideja për qenë pjesë e këtij festivali. Sigurisht që para keni garuar dhe nga një uri shumë personale është vlerësuar kënga jote, apo jo? Për qenë pjesë në mesin e 20 këngëtarëve dhe grupeve që do të garojnë për këtë çmimin e parë që është shumë I lezetshëm, apo jo? Ka ardhur pak si paprit, kur e dëgjova këngën është kesh jashtëzakonisht e bukur, ka një produkt që është shumë probleme, I thonë jo, pa më parasysh përgjithësive që I kam brapa. Kështu që vendosa pse jo. Shumë jam kurioze. Është hera parë që unë jam pjesëmarrëse në festival. Kështu që I titulluar kënga Amin? Po, kënga titullohet Amin. E punuar nga kush është e punuar me tekst me gjithçka nga Diell Gashi, është me tonë drejtën është edhe pjesa tekstit, ajo pjesa që më ka tërheq më shumë dhe me shumë privilegj e kom marrë përsipër këtë çështje se kënga është rreth një kauze, flet për gruan, për ngjarjet aktuale që veç po ndodhin në shtetin ton fatkeqësisht dhe gjë që nuk janë model për femrat e reja, flet për gruan, për keq trajtimin e tyre dhe për një pikë ku një grua vendos me thonë mjaft çdo ngjarje apo situatë të palakmueshme në jetën e saj, edhe vendos që me marr kontrollin në jetën e saj, kështu që sa mirë. Ko gjë emocion keme pas në skenë. Jashtëzakonisht shumë. Këtë dosh me ditash me menaxhu. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. A keme pas sot provën e parë, po më duket ha? Ajo prova porga është përfundu, është e dyta. Po, javën e kaluar ti domethënë ishe. Okej, se janë edhe disa këngëtarë që I kanë edhe disa prova të para. Ai kanë përfunduar. Vazhdojnë provat e dyta dhe edhe këtë javë në ora, por që kishim të ftuar 2 këngëtarë tjerë ditë kur Teuta kishte provën, e kishim lënë për këtë javë, po Teuta në provën e parë, si kaloi? Sepse neve gjithmonë themi edhe nga kritikët e muzikës, edhe nga ekspertët e muzikës, është një orkestër shumë profesioniste, që do të performoj live me juve, në mbrëmjet. Si eci kjo prova e parë? A kishi trem dhe a ishit okay? Ka shuj atyre njerëzve që është Alfred Kaçinari, kush ka të tjerë? Janë edhe shumë këngëtar, kitarist, klaviaturist, shumë instrumentist të njohur, orkestra shumë e madhe. Deshi fati që unë qenë edhe para në prova, dhe më thonë provat fillon edhe me mu, ka një emocion pak më I madh, dhe po është e vërtet. Ama është ndjenje pa përshkrueshme definitivisht, kur jenë në mesin e muzikantëve profesionist, sikur se bendi që ishte atit. Nuk e di, ka shumë rëndësi kur ti e kënaqur me veten. Nuk e dija mundem me ju referu si problem, po është një situatë ku kur jom të ndodhë në qatë situatë edhe në qatë performancë, nuk është që mundem me menu që ato 3 minutat këngës. Është thjesht është një ndjenjë që ti e ke një bisedë me vetën, flet me veten edhe I thu, okay, që kjo është, this is it, jepim atë mirën tonë të punshme edhe çka do që ndodh. Fix, çdo që vjen më asaj mirë se vjen, po qitash për qitash jetë që tu edhe bane që to që duhet. Cili ishte gjykimive të juris aty këngëtarëve në këto prova që doli okay performanca juaj në provat e para? Prova u përcjell, përfundimi I këngës në provë u përcjell me një duartrokitje të lehtë, kështu që më ndihmoi shumë si një lloj aprovimi që gjithçka ka në rregull, kështu që do të keni edhe një provë këtë javë, më pastaj keni edhe provat gjenerale sigurisht. Janë 3-4 prova deri tek netët finale. Nata finale, se java që vjen është. Data po ofrohen ejte, premte, edhe shtune. 6-8 nëntor. Shumë jam kurioze me ditë këngën si po tinglan se kam dëgju. Pak sekonda me na interpretu bën mirë. Ma shumë zguxojmë. Nuk e di. Hajde, derisa të flas pak me dëgjuesit tonë, mendo se cilën pjesë. A mendove ti çka po na këndon? Është një prej këngëve që
kështu është vjen natyrshëm e këndu. Kudo që është jashtëzakonisht e bukur. Hajde natyrshëm dhe një strofë të këngës tonë. Po dalim tek Amir. Kënga po, mirë po, din me qenë pak sfiduese për arsye se është jashtëzakonisht me notat më alta nëse veç vendosim me boqi këtu. A bën me nota pak më të ulta? Ulja zor për popullin. Mos nuk po du me djeg premierën, ju lutem, sigurt. Anis po ngacmoj më shumë. Faleminderit. 044442 ne presim edhe telefonues të tjerë kush do të dalë fituesi këtyre dy ftesave për me shku me pa festivalin e këngës në sallën e madhe ku mbahet edhe festivali këngës i vjetë edicioni 3. Di çfarë bën përshtypje gjithmonë kur kemi mysafir këtu në studio, ecin minutat shumë shpejt, po kur robot tash i 12:40, iku pjesa e parë gati, sepse ne do të kemi edhe një tjetër bisedë me Laurianin, po, një këngëtar tjetër, Eili, është nga Shkodra, me cilin do të zgjidhni bisedë të drejt për drejt nga atje, sepse kishte pamundur që këtë javë të pjesë e provave të dyta. Po. E dashur për fond na thuaj, çka po pret prej festivalit këngës? Si e ke përgatiti veten? Çka po synon? Soni të tjerë pingat më i thuj me rëndësi pjesëmarrja një herë. Me u prezentu, me u promovu. Është më shumë çështje eksperiencë, seriozisht. Është po mendoj nëse targeti im është që performanca më shku gjithçka mirë dhe unë më dhon më të mirën tem të mundshme në skem, pa më parasysh çfarë vjen më saj. Nëse vjen çmimi i parë është më së miri se ardhur kuptohet, është kënaqësi, është nder. Është ti bën. Çfarë do të qoftë që vjen pas saj, është vlerësim që qoftë për juristë, qoftë për publikut, është më së miri se ardhur. Po e rëndësishme që ti ajo përvoja, që ajo eksperienca që ti e merr prej këtij festivali. Janë që ato ndjenja, që ajo fuqia që seriozisht është ndjenjë madhështore me përjetuar. Te u don kujtoj që ti e the është më rëndësi që të prezantohet mirë, të jap maksimumin duke e kënduar këngën. Por kur këngëtari jep maksimumin duke kënduar, duke prezantuar këngën, kujtoj që është një juri shumë profesionale, e cila do të gjykoj, do të vlerësoj drejt dhe si duhet performancën e secilit këngëtar. Ja, nëse të mirë se ardhur është e ceka dhe ma herët çështja tekstit di me qenë dhe ka uzë, kështu që kjo të arritet të përgjithësinë s'ken. Mu mbetet me dhënë më të mirën tem të mundshme që mënyrë që mesazhin e tekstit me përçu në vendet e nevojshme, ku besoj edhe arrin e bën ndryshimin. Në fond sytë ke shumë të bukur. Bravo. Faleminderit Nderu. Faleminderit jashtëzakonisht shumë. Sot e kemi mbyt me komplimente. Okej. Faleminderit Nora. Po dashur shumë suksese. Faleminderit shumë për kohën që gjetët që erdhët. Faleminderit për ftesën, faleminderit për kohën që ndat për neve, faleminderit për rëndësinë që jepni festivalit, faleminderit për gjithçka, ishte kënaqësi me qenë prezant. Faleminderit. Ishte Teuta Halili, një ish gazetar, ish moderator e lajmeve, tash këngëtare që a thu pas do viteve kur të ta kemi këtu në studio se këta kur bën shumë të famshëm, muzikë nuk na kthehen më. Ikën edhe nga kënga. Ku më ditë ku shkon, ë? Se qesh me mua. Nice, ma vonë ta kemi edhe një intervistë tjetër. Po, vetëm pas pak. Po, e dëgjojmë një këngë të themi.